Vllaznia e basketbollit ka humbur edhe gjysmëfinalen e dytë përballë Tiranës me rezultatin 86-90. Shkodranët janë poshtur edhe në sfidën e parë në kryeqytet, edhe tashmë bëhet më i vështirë kalimi në finale. Kuqeblut kanë edhe një shans, teksa do të luajnë ndeshjen e tretë gjysmëfinale në Tiranë dhe në rast të një fitoreje qëndrojnë ende në lojë, por kjo tashmë duket e vështirë. Pas kësaj humbje, trajneri i vllaznisë Eni Llazani tha se një ndikim kryesor pati arbitrimi një anshëm në favor të Tiranës dhe disa dëmtime në ekipin e tij, duke mos qenë me të gjitha forcat në këtë përballje. Arbitrimi është ai që është. Nëse kena ndorë, jena përballë me këtë lloj arbitrimi gjatë gjithë kampionatit. Jam falënderues për publikun sot që ardhi me na mbështet. Pat me një fillim shumë të vështirë. Tirana nisi lojën shumë mirë, sidomos me gjujtjet nga 3 pikë, ku e mbyllën periudhën e parë 11-32. Dhe përpoqem me e kthy me mbrojtje në periudhën e dytë dhe barazu me pjesën, domethënë, shku me 33-12 në periudhën e dytë për ne. Pat me oscilacione shumë edhe për mirë edhe për keq gjatë gjithë ndeshjes. Duhet përpiqena mi ul këto oscilacione, pra si për mirë, si për keq me kanë më konstant. Patme edhe një dëmtim që s'na lejoj me pas ekipin në ritëm. Bradley George shkoi nxorri Brylin. Nuk dolme tamam ashtu siç desha në lojë. Edhe kur dolme pat me periudha shumë të shkurta. Tashmë mbetet që vllaznia të jap maksimumin në ndeshjen e tretë në transfert, por t'i dhënë vetes një mundësi që të luajë të paktën edhe një ndeshje në Shkodër. Vllaznisi duhen 2 fitore për të barazuar dhe për të luajtur sfidën e 5, edhe të fundit që do të përcaktojë ekipin që shkon në finale.